arat e jetës, zhvillimi emocional, social dhe edukativ i fëmijëve luan një rol vendimtar në formimin e tyre të mëvonshëm. Përfshirja e hershme në aktivitete të strukturuar ndihmon fëmijët të ndërtojnë aftësi të rëndësishme jetësore, si komunikimi, përqendrimi dhe bashkëpunimi. Në një kohë kur zhvillimi emocional, social dhe edukativ i fëmijëve po merr gjithnjë më shumë vëmendje, qendrat zhvillimore po luajnë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e fëmijëve që në moshë të hershme. Qendra për zhvillim dhe edukim dielli është një hapësirë ku i dedikohet rritjes, zhvillimit dhe edukimit të fëmijëve. Është ideja e kësaj qendre na lindi nga dashuria e madhe që kishim për fëmijët dhe kishim dëshirë që të kontribojmë drejt për së drejti në zhvillimin e tyre. Misioni i qendrës tonë është zhvillimi i shkallësive të fëmijëve në çdo aspekt të rritjes së tyre. Qendra punon me atë që fëmijët të forcojnë aftësitë njohëse, sociale, emocionale dhe motorike përmes aktiviteteve të përshtatura sipas moshës, që fëmijët të fitojnë edhe pavarësi dhe aftësi praktike që do t'ju shërbejnë jo vetëm në shkollë, por edhe në jetën e përditshme. Aktivitetet janë të strukturuar sipas grup moshave dhe fokusohen në zhvillimin motorik, emocional dhe social të fëmijëve, përmes lojës, ushtrimeve fizike dhe aktiviteteve kreative. Fëmijët mësojnë të shprehen, të bashkëpunojnë dhe të respektojnë rregullat bazë. Punojmë me grup mosha të ndryshme, duke filluar nga 2 deri në 4 dhe 4 deri në 6 vjeç. Është plan programi i veçantë për secilin grup mosh, punohet me plan programe të veçanta dhe gjithashtu stafi ynë është i përbërë edhe me lokoped dhe psikolog që punojnë me fëmijët me vonesa në zhvillim, me vonesa në komunikim e kështu me radhë. Aktivitetet në qendrën tonë janë të lloj-llojshme, do të kemi mundësinë të ndjeqim edhe ca sekuenca që kemi dëshirë të ndajmë me ju. Janë aktivitete që realizojmë që ju ndihmojnë fëmijëve që të pavarësohen, të socializohen, të zhvillojnë motorikën, komunikimin dhe të përfitojmë shumë aftësi të tjera. Ofrohen aktivitete të veçanta për fëmijët që kanë nevojë emocionale apo zhvillimore specifike? Kujdes të veçantë ju kushtojmë edhe këtyre fëmijëve, me këta fëmijë përdoret me një dinamik pak më të veçantë, duke shkuar me aktivitete më të strukturuara, por pa i bërë që ata të ndihen të lodhur dhe pa i bërë që ata të ndihen të dalluar. Si quhesh? Dua. A ku të orë sot? Të Serbia. A ki qëtë të në orë të të Qepja? Po. Çka të pëlqen më shumë? Kukla. Me çka ti qëtë me lujti më shumë këto për vesh? Me kukull. Cilat janë aktivitete që i bani që do të kur të veni këtu te Qepja? Në zëros. Aktivitetet kreative si vizatimi dhe punët e dorës ndihmojnë fëmijët të shprehin lirshëm mendimet, ndjenjat dhe idetë e tyre. Aktivitetet kreative luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijëve. Përmes tyre fëmijët mësojnë ta shprehin lirshëm mendimet, ndjenjat dhe idetë e tyre. Këto aktivitete i ndihmojnë gjithashtu të forcojnë përqendrimin, durimin dhe vetbesimin, sepse çdo krijim i bën të ndihen të vlerësuar për atë që e kanë krijuar me dorën dhe mendjen e tyre. Cilat janë aktivitetet më të preferuar tek fëmijët? Aktivitetet më të preferuara te fëmijët janë ata që janë garuese, që i sfidojnë ata në të gjitha sferat, si në atë të motorikës apo kështu me radhë, domethënë të gjitha aktivitetet që janë në stil garues. Çdo hap i vogël drejt përfshirjes së fëmijëve në aktivitete të strukturuar përfaqëson një mundësi më të madhe për ndërtimin e një brezi të sigurt dhe të përgatitur për sfidat e së ardhmes. Mesazhi im për prindërit që ende hezitojnë që t'i përfshin fëmijët në programe zhvillimore është që ta shohin këtë si një investim të çmuar në të ardhmen e fëmijës së tyre. Programet zhvillimore nuk janë vetëm për të mësuar gjëra të reja, po për të ndihmuar fëmijën që të ndërtohet për të ardhmen, sepse çdo hap i vogël drejt përfshirjes së fëmijës në aktivitete të strukturuara është një mundësi më e madhe për rritjen dhe formimin e tij, si individ i sigurt dhe i përgatitur për sfidat e të nesërmës. Si e ke emrin? Prina. Ku
Ku kjo ardhë sot? Qirve. Atë pëlqen ti me ardhë të qendra? Po. Çfarë aktivitete bën këtu? Çka lumë? Çfarë të pëlqen ti më shumë me bën këtu? Aktivitete. Çka ki qef me bën kur të vish këtu? Aktivitete. Ngjyrus. Tjetër? Alis me topa. Kopshti im, sa me që shkoj, unë e kopshti im, mëse se në të gjoj, kur na emi se, kurse emi shtepe, kur që nëse se, prape kushti im. Lumturia dhe mirëqenia e fëmijëve mbeten treguesit më të qartë të rëndësisë së zhvillimit të hershëm përmes aktiviteteve të strukturuar dhe mbështetjes profesionale. Synohet ndërtimi i një baze të shëndetshme për të ardhmen e tyre.